sa më pëlqen kjo Britney Spears, nuk kanë fjalë. Gjithsesi, për gjithë ju që keni qef pop culture dhe më keni qef mua, mbi të gjitha, e dini shumë që her pas here do të klikoni në popnews.topvichannel.tv sepse realisht aty janë gjitha lajmet që prodhohen her pas here nga pop culture, që i bie, domethënë sa herë në javë, 6 herë në javë, i bie 6 herë. Okej, 6 ditë javës ka plot lajme, që e mirë shumë. Sot do mundohemi shumë të bëjmë ca lajme të bukura, por gjithsesi un jam më së kënaqur sepse kam të bëj me një nga miqtë mi, që ishte pak më përpara, edhe jam shumë i lumtur që prezantoj me juve Labin. Si jeni, Labi? Përshëndetje edhe për gjithë shikuesit e shumë që jeni. Aha. Si jeni? Si që jam, mirë. Është shoqë që të gjeta në Tiranë që të merr, ja, se ti s'ka për shkolla e? Në fakt angazhimin ndoshta shumë ta, kështu që po mirë që pata mundësinë masiv që dhe jam në Tiranë dhe jam bashkë me juve, këtu bashkë me shikuesit e juve. Ma mirë shumë mirë që erdhe, faleminderit shumë. Kjo studio në fakt na shkoka të dyve. Sot unë jam bërë kush me kapele, edhe ti e bër kështu si me pika. A duket se u jam direkt këtu? Mirë që ti po vjen po tregon që ashtu për Shën Valentinit. Po, se ke idën kam bërë sa foto ashtu për Shën Valentin, do dalin datë 14 shkurt po. Do i shohim datë. Unë në anën tjetër, kështu që jam që po duket, po tregon që unë jam marrë prej Kosovës, bor pak më shumë. Çiktot atje. Mirë, në fakt edhe pse në Kosovë është çiktot, gjithsesi nga hera e fundit që jemi takuar, se kemi bërë një intervistë me Lavin para disa kohësh, kemi folur për mjaftueshëm gjëra me njëri tjetrin, po që atëherë ka ndodhur mjaftueshëm gjëra të tjera që unë me se zbën do t'i flas sot. Për shembull, fakti që ti tash me një burr i martuar. Po. U martove dhe ti? U martove edhe. Po çfarë ndjesia është tani? Se kam ide kur martohesh, është tjetër ndjesi, çfarë ndjen një mashkull kur martohet? Je burr. Se kur martohesh si e burr? Jo. Jo, domethënë si jam burr. Jo krejt. Jo tamam. Jo, në fakt kima shumë obligime, është një përgjegjësi shumë e madhe. Nuk mundesh me mendu veç për veten, duhesh me mendu edhe për personin që e ke afër vetes. Shtohen obligimet, shtohet përgjegjësia pak më e madhe. Mbi gjitha edhe mundohesh me pas afër dikën që në fakt që nuk e ke pas deri më sot, që ndoshta shumicën e kohës që edhe ndodh që natën kur flen shplohesh, kështu që e ke dikën afër që të mblan. Ju më diçka Labi, unë jam kurioz. Ti përpara se të martohesh me Qendresën, që ne e përshëndesim, edhe kemi Xhan. Juve jetoni bashkë apo jetuat bashkë pasi u martuat? Jo, pasi që jemi martuar, domethënë që bashkë nuk kemi jetuar. Qendresa ku jetonte? Në Prishtinë. Tek familja e saj. Po, tek familja e saj. Ti tënde. Unë shtëpinë time. Po tani blet shtëpi? Tash po normal. Super. Sa kushtoi shtëpia? Ha? Sa kushtoi? Sa kushtoi shtëpia? Shtëpia është e imja që ka qenë. Ashtu që ke patur ti, thjesht e morë Qendresën. Po, veç e mora Qendresën te unë. Nice. Do i bie ka zënë gjithë, ka zënë vend ajo, se ka marrë garderobën e saj me vete sa ndaj këtej. Është duhet të më hek gjysa. Mirë, Lav, ja kemi dhe foto që ilustrojnë gjatë gjithë kohës Lavin dhe Qendresën, që janë çift shumë simpatik. Ajo që më din fatë që Qendresa nuk është pjesë e showbizit. Jo, në fakt nuk është pjesë e showbizit, por nuk është të thonë që nuk ka të bëj faktikisht edhe me showbiz. Tash është bërë famshme se ti e ke marrë kudo, po? Jo, nuk është problemi deri te fama, po është make-up artiste. Edhe më thonë tek puna e saj, më thonë që fakt ka kontakte, ka komunikime, po jo që i ka pas shumëta edhe të drejtë për drejta, më thonë, edhe me rrjetet sociale, me gjithë shka. Po, tash e di që ka atlet ndërsa edhe punën që e bën, për shkak se ka edhe ndjekës ma shumë Instagram, por në anën tjetër është edhe gruaja e Labit. Sigurisht gruaja e Labit, tamam. Lab më trego pak, ti ndoshta ke thënë intervista të tjera, po unë në fakt realisht nuk e di tamam. Ti si e njoh me Qendresën? Ka qenë rastit edhe momentit gjithçka që unë ulqen zakonisht të edhen se jemi kimi, unë ulqen në fakt kam dajt me muj, ku edhe kam realizu emisionin Summer një kafëm Labin, po në anën tjetër edhe kam pas koncerte po thuaj që çdo natë. Edhe unë isha bashkë në atë pjesën e sezonit ku nuk isha me emision, por në fakt isha me koncerte, sepse emisionin ka pas realizu ma heret, edhe isha me koncerte. Edhe isha dhe më thonë një muj njëjtin vend. Edhe te hoteli ku vendosa edhe ishte edhe pishina për para. Edhe unë zakonisht jam mësu kështu që kafën e mëngjesit shkoj çaj pisha te pishina. Në kafe me Labin. Me veten ti. Edhe në anën tjetër Qendresa ishte me motrën vetë edhe me vajzën e tezës. Që në arë që trijat ishin bashkë edhe ishin të vendosur pikërisht në hotelin ku isha edhe unë i vendosur. Edhe unë isha me ca miq të mi, domethënë në anën tjetër që ishin në Kosovë edhe ishin qift. Edhe tash ata gjithë hallin e kishin që ata ishin qift edhe patjetër që dëshin me agjet dikon që më bëj qift edhe me dal gjatë gjithë kohës bashkë me kon. Edhe
aty filloi, domethënë gjithçka, filloi ai takimi në anën tjetër. Unë nuk e mendoj isha, domethënë që kam pas diçka më shumë përpos shoqënisë dhe miqësisë që ishte. E ti apo të dëgjuaj ti ajo? Ajo thotë që gjithmonë ti pa më këshyr, unë s'kam mujt me vepru, po unë gjithmonë i them ti ajo që cila më ki luftu gjithçka për me mbo për vete. Super. Nëse mua më bëhet shumë qejf në fakt që realisht juve keni shkuar kaq gjatë me njëri tjetrin, të uroj që të jeni përgjithmonë bashkë, jeni shumë të mirë të dy. 4 vite shkuan vetë. Po jo, po martohesh është hap shumë i madh, kështu që jam i sigurt që mund të jetë pak kohë, po ama dëshira për të qenë bashkë shumë e madhe. Mirë, nga ana tjetër unë e di që ti bëre një dasmë maramëndse, për cilën ti sa shpenzove te dasma? S'po flas. Më thoni çfarë? Lutem, jo. Pse? Shumë apo pak? Jo, nuk është, unë kam thënë që unë pa miq të mirë, pa njerëz të mirë, domethënë edhe pa njerëz që i kam pasur dhe më kanë qëndruar për vetes, unë nuk kisha mujt me realizu ato të cilën është pa dhe është realizu. Sa i përket komentimeve dhe sendeve ndoshta që janë bo, shumave që janë përmend edhe shuma maramense, nuk është asgjë e vërtet maramense se për shkak se mundohem gjithë. Sa lek i ka harxuar se ishte gjithave dasëm? Kam harxhu edhe nuk është që kam harxhu. Je modest, nuk e qef të flasësh për shifra. Trimi mirë me shok shumë, me miq shumë. Kjo është vërtet, në fakt më dole fiks në temë. Trimi mirë me shok shumë, edhe unë pash ti kishe ftuar shumë njerëz atje. Aty ishte bërë nami, ishte bërë shumë bukur. Që harruar të ftoje një person. Që isha unë. Dhe unë si që në dasmën e labit, dhe realisht thash, si mund të mos jem da, okej, ashtu erdhën gjërat, gjithsesi unë sisha atje, mund të urova gjithsesi, dhe thash labu trashgosh sa ndaj këtej, por s'mund të kaloj kjo gjëja pa marr hak. Definitivisht. Kështu që unë duhet marr hak tani. Ti merr hak tani për shkak që jo vetëm ti, por ka edhe shumë ndoshta tjerë për shkak të angazhimeve dhe për shkak të stresit, që është e pamundshme, me pas diçka, me pas një dorë, apo diçka që pamundshme mos me harru dikon. Sigurisht, ti më harrove mua pikërisht. Po të harrova tash. Skandal. Gjithsesi lab thash, ti e di që unë dua fort dhe nuk ka lidhje parashikoj se isha atje. Po çështja është që thash do të marr hak, sepse unë kështu jam, kështu natyrë jam, po më ndodhi diçka që mua më mërzit, do të marr hak. Kështu që duhet se s'bën tani imitatikisht, i themi njerëzve për një tradhti bashkëtorë që ti ke kryer kohë më herët. Okej. Tash unë e di, edhe ti e di, unë them regjia ne shohim foton edhe komentojmë bashkë. Hajde. Kush është kjo? Faktikisht dhe më thonë jo, nuk është as pak tradhti, sepse e kam shumë për zemër. E kam shumë për zemër të uta Krasniqen, ja, o zemër, ja. E di që është bërë nami me këtë foto në internet? Jo, nuk e di. Zbulojnë imazhet e labit me të uta Krasniqen, ja shikoni labit e të uta para disa kohësh që i kanë qenë bashkë, është bërë nami për të utën e di? Jo, nuk e pas da, po. Të raktu si bëmë, Po kështu dhe me thonë fakt, dhe me thonë shumica e din që unë të utën e kam mikesh shumë të mirë. Edhe unë e di, po unë përveç Shumica e din që e kam mikesh shumë mirë edhe është shumë interesant sepse është e pamundshme në një atmosferë ku jemi bashkë me të utën, është e pamundshme mos më quhet edhe me vallëzu bashkë. Sigurisht. Po kjo është foto e vjetër, sa po shumë e vjetër, ka kohë shumë. Jemi të rinj aty. Para 10 vjetëve. Jam lart, kjo është akmarrja ime. Më shumë se ka zbëjë të jam i rikesh, ti e di shumë mirë, po gjithsesi dhuratën e martesës do ta jap. Po jo sot në emision. Okej. Kështu që se s'bën takon të jap diçka se tash Lex do t'jap se ti s'më thua as. Ama dhe mo tash shku ajo, harrua e martesës. Iko si mohabet varja, miq, jemi miq. Okej, shku futem për pak tani. Kom harru tash, do në para gjykatës, ata thinin gjykatën speciale që është për mua edhe. Kemi pas pak. Mirë, rikthehemi në studio. Na çka? Na në studio kem ku kthym. Rikthehemi se kishte shumë këngë reklama. Si kam jo këtu ishim me vërtet. Po në fakt po na pitin cigara me labin ai shumë po do e pim pastaj. Gjithsesi, lab u kam dëgjuar përpara disa kohësh që u bë nami në çdo media online të shkruar gjithandej për ti shikim, çfarë shikon ashtu? Jo, veç po pras çka, ku vetëm e dal. Kjo as mund të bëj prapë, jo s'ka më. Labi trajton edhe këngë kontratë në një televizion tjetër. Kjo ka qenë një që ka dalë përpara disa kohësh, në fakt u bë shumë e madhe mediatike që shkruajnë pak më parë në lidhje me emisionin tonë Kafe me Labin. U përfolën shumë atëherë që ti s'do ishe më pjesë e televizionit, Labi jep dorëheqjen, Labi do jetë më, Labi ndon televizion tha një herë tjetër, pastaj kam dëgjuar një histori shumë çuditshme, që ku unë ty kishte dhënë dikush një dhuratë shumë të majme, ose kishte shumë para dhe ti ishe shkëputur. Çka ka qenë e vërtetë atë? Në fakt është diskutuar aq shumë sa që edhe sot them pse u diskutuar, çka aq shumë. Ndrimi për një televizionit në televizion tjetër nuk është e çuditshme për shkak se edhe ti ke qenë në televizion tjetër edhe ke ndryshuar televizionin. Edhe unë ndrova, domethënë pas 17 viteve punë radio televizion 21,
pa kalova në Koavizionin. Nuk kalova në Koavizionin pëse ndoshta mrenda televizionit, unë e kam theksu disa herë, kam potencu disa herë, për shkak që tash e kam produksion time. Në thonë një kafe me labe nuk është mrenda televizionit apo labe nuk është, po thjesht punohet emisioni, përgatitet emisioni gjithçka edhe dorëzohet tek televizioni ku transmetohet. E mendova ndoshta për një qëllim një arsye pak më të mirë për vetveten, për shkak se po të punosh edhe po të krijosh një produksion, është e mirë kur t'japet mundësia, për shkak se gjithmonë me punu diku nuk është edhe aq e mirë, duhesh m'ja mendu një ardhmë pak më të mirë vetvetes tande. Edhe unë ja mendova. Pse po e them këto? Për shkak që ndoshta më ka jap më shumë frymëzim dhe më shumë energji produksioni si produksion, ku në fakt unë përpos emisionit Një Kafe me Labin, ku tash për momentin po e realizoj edhe po përgatitet edhe po transmetohet në Koavizion çdo të diele, unë prap po ja mendoj domethënë për mos zgjuruar projekte tjera me emisione tjera. Shumë shpejt kam e fillu emisioni, unë jam top model që ka qenë domethënë edhe vite më përpara, por në anën tjetër jam të punu një drejtim edhe sa i përket portalit Një Kafe me Labin. Domethënë edhe në pas edhe një portal domethënë edhe Një Kafe me Labin apo një KL. Po e quaj kështu si një KL, për shkak se një KL është mbetë domethënë edhe shkurtesa e kësaj. E sa i përket kësaj domethënë në marrëveshje nuk kam pas me RTK-n. Unë faktikisht kam pas oferta prej televizioneve domethënë që ku më shku me Një Kafe me Labin, edhe shumica e kanë thënë që në televizionin publik, domethënë Labin televizionin publik as kujt është përmend, disa televizione janë përmend, po kryesisht fokusimi kanë qenë domethënë i portaleve tek RTK-ja. Por në anën tjetër unë nuk kisha kurrë kontrate me ta të zbome, edhe unë këto bisedova domethënë veç që kisha të kryme me Koavizionin. Edhe kështu që oferta më e mirë, kushtet më të mira, edhe unë shkova drejt Koavizionit, ku edhe sot bashkë këtë datë, ku po e flasim sot edhe ku jemi bashkë sot, është një datë ndoshta shumë e rëndësishme edhe për mu. Pikërisht dita e sotit është data 9, ku unë zakonisht me datën 9 gjithçka më kanë edhe shumë është interesante, më lidh shumë çka. Edhe në fakt me 9 shkurt, tash një vjet është që unë kam startu domethënë pikërisht me Koavizion. Super. Edhe një vjet i buni emisionin Një Kafe me Labin Koavizion. Mirë ka ecë, mirë ka shku, jam i lumtur që në fakt shikuesit. Sepse tek e fundit ne qoftë ti edhe qoftë edhe kolegë tjerë që punojnë në televizion, luftojmë edhe punojmë për shikuesit. Se shikuesit janë ata që na mbajnë neve sot ku jemi, sepse pos na shikun ata atëherë ne vaj halli për neve dhe na shkojmë fundrim apo na thonë merrin gjithë ato tuja që ki, paketoj edhe shko punë diçka tjetër. E më mirë, okay, na bëjnë shikues, dhe neve i mbajmë shikuesit. Në fakt është po marrëdhënie, marrë japim. Po, veç kur e din që shikuesit të mbahen, në anën tjetër ti e keni energji më të madhe, e keni edhe mundesh mi servu shumë çka shikuesit, dhe në anën tjetër me maksimumin prej vetvetes për shikuesit. Falë tyne domethënë jam edhe sot ku jam, por në anën tjetër edhe ne mundohemi që kreativitetin tonë, punën tonë, ta sjellim, ta reflektojmë edhe deri te ta. Super, sa bu fish një dhe kosovarët nuk di. Të knajë kështu, ta ke të këtë pikat mbi. Mirë, la, më tregoj diçka tjetër tani që unë zakonisht me që edhe unë si ti së fundi kam ndruar televizion. Unë e di se ç'është pjesa më e bukur e ndrimit, pra e kalimit nga një televizion në televizion tjetër. Unë e di, pas mendimin tënd. Se është pjesa më e bukur, ai detaj më i këndshëm që të kënaq kur kalon nga një televizion në televizionin tjetër. Është paga, sa gjithmonë s'po më shumë. Në fakt, unë nuk kam ndryshuar diçka për shkak pagës, për shkak... Së shrit paga? Ndëgjom, sot jam shefi vetvetes, jam drejtori vetvetes. Domethënë, unë luftoj sot për pagesën time, luftoj ndoshta edhe për stafin, për ekipin tim, cilët fakti kam edhe cilëve ju jap rrugë. Që nuk janë për një vjet biznes, me pas edhe nuk është pak, domethënë që s'paku 4 rroga mi pas 4 veta për më jap rrugë, domethënë brenda produksionit. Mos flas domethënë edhe për ata tjerë që janë duke kryer praktikën te Një Kafe me Labin, që nuk i dihet ndoshta nesër mbas nesër kanë me qenë edhe pjesë e imja.
Kështu, me të regu drejta ma shumë po luftoj për mi u kry pagat me kohë atëme, se sa që po luftoj për pagën e vetës, por mbi gjitha njëri lufton, ndërsa pa tjetër që lufton për kushte më të mira. Unë nuk e kam mohu asë njerë, nuk kam thonë që unë nuk i kam pas kushtet e mira, për shkak që unë falë koncerteve dhe falë darsmave, që jam aktiv dhe më thonë në sezon të verës dhe jashta sezonët që jam pjesë e ahengjëve të ndryshme familjare ku shkoj edhe prezentoj edhe fakt edhe bëj një show mrenda për mrenda asaj ceremonia po qoftë edhe mbrëmjes edhe qoftë darsmës unë në fakt nuk është që nuk i kam pas kushtet e mira po njeri lufton për me pas kushtet më të mira në anën tjetër por edhe mbi gjitha është fryma e lirë kur në faktikisht ti më dën me arrit edhe me pas diçka tondën. Edhe unë 17 vite punova në një vend edhe në fakt 17 vite, mas 17 vite e pava që unë muj me pas diçka timen. Muj me pas një produksion timin edhe muj me pas që nesër mas nesër muj me kon shef i vetë vetës, por edhe i tjerve. Në më tonë, ashtu si që unë e kam pas një shefe. Dakor. Mirë, në fakt nuk kam dëgjuar një tash e them, lart e poshtë, ta bëna edhe pak më përpara, kam dëgjuar që Shkurt e Gashit ka dhuruar ty një makinë super luksoze dhe kjo ka qenë edhe një pjesë e detajeve që ty të detyruan, siç ka thënë Shtypi, që të lëvizësh, nuk e di se çfarë ndodhi një gjë. Nuk ka qenë e vërtet, domethënë fakt është komentu, po them që unë respekt shumë të madh për gjitha portalet, respekt të madh për krejt kolegët, por ndoshta prej natyrës tame që nuk e thëm një lajm, nuk e jepi një lajm as të emisioni, as njëherë, pa e marë, domethënë edhe përgjigjen, apo pa vërtetu, është e vërtet apo s'është e vërtet. E shpesh herë unë thëm që e lehtë është për ata cilët faktikisht dojnë me pas klikime, saj përket portalit, me pas klikime dhe hajtë okej përqesim një lajme dhe shetë dhe më tonë që aj lajmë ka klikime, po pa bazë dhe më tonë edhe pa realitet. Ka pas shumë, dhe më tonë të ashtë jo vetëm... është lajmi pa vërtet këj makinës? Po, është pa vërtet, se po të ishte vërtet unë nuk e kom pas problem, por shqyqyr prej zotit që kom punu edhe gjithmonë vazhdoj me punu edhe sot me mbajt vetëm. Nuk ka nevoj dhe më tonë që dikush medalje dhe me mbajt ose makinës e shtëpijës e këta se këta. Raportet me Shkurt e Gashin, i ketë mira? Raportet unë i kam ekstrem me Shkurtën. Me Shkurtën për shkak se kam mikesht, nuk është mikesht që ndërsa njihemi nëpërmjet ekranit, sepse ne jemi miq ndërsa me vite të tëra. Edhe shpeshherë kur më kanë thënë dikush pse nuk i ke Shkurtën në emision, por sa herë vike mbanesë, rike mbanesë, ja bëjша, a bëjmë diçka të ke imës më ljallë parë, zote se më arë me puni emision, më doket me ty të qysh zdia. Raportet shumë të mira dhe më thonë familjare. Familjare se ndjekëm familjarisht, qoftë edhe me familjen e Shkurtës, por edhe në anë tjetër familja ime shkon deri tek Shkurta. Dakor, duhet shumë mirë. Unë kam vënë që të flasësh me ty edhe njerëzit që na dëgjojnë tani është ritëm shumë i shpejtë dhe më pëlqen jashtë shumë kjo, se zakonisht mankojnë të ftuarit tonë. Po bosa shpejt flet i kelpi, po ti flet më shpejt se unë. Kështu që për ta chill pak situatën do dëgjojmë një këngë kështu të lehtë, Hurt, Christina Aguilera. Si është Christina Aguilera, ta bëjmë një kështu me kokra. Të ndodh ti shpesh ndonjëherë kjo gjë? Shpesh herë. Cilat janë detajet zakonisht ta shkaktojnë të bëhet mishi me kokra labi? Jam një njeri që kom djenja shumë. Më thonë që pa marrë parasysh nështë edhe jo vetëm këto gjanat që i shojmë, më thonë gjanat e mira, që shpeshere ndodhë, më thonë vojtë që ta bën mishi me kokra, por jam edhe njeri ndishëm të njerës faktikisht që të cili drejtojnë edhe që të shonë për rrugë. Lypsarë, sidomos, kur ashton dikon mosh, të vjetë, dhe më thonë, aty po më duke që edhe këto kres fillojnë, kur e di që dhe më thonë që nuk i ka kushtet. Më shpesh të bëhet mishi me kokra nga gjërat që të cilin energji pozitive, apo nga gjërat që të lëndojnë? Në fakt, ndështë pse kam energji pozitive gjatë 24 orëve, kështu. Nga qefi e diunë të ngrihen për pjetë, jo për gjë. Në anën tjetër, kur shë diçka ma të dhëmshme, ajo ndështë më bëhet, nuk e di pse. Mirë shumë, okej. Ndalemi pak te një nga projektet MNZ
Duat, unë jam top model, ka qenë dhe gjithë kohës një nga programet që më thonë shumë i famshëm, në fakt, edhe njerëzit vinë gjatë gjithë kohës po konkurrojnë, duan të bëhen famshëm, duan të bëhen model, çuna goca sa ndej këtej. Edhe është edicioni i 4 këtë vit. Janë për 3 edicione. Në fund e fitoi Meritoni, shoku im që ne përshëndet tani se konkret në Prishtinë. Vem çunën në Prishtinë me qira apo. Po, do bëhet nami. Kështu që Kështu që Meritoni e fitoi të fundit edhe në fakt gjërat treguan që në fakt rezultoi një sukses për faktin se Meritoni u bë goxha i famshëm edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Filloi punën si gazetar, pastaj ka qenë në Dance Film Klan, kështu që ishte super. Tani edicioni i 4-t, mos më thuaj tani reklam mirë çfarë do presim neve të vi, po dua të di pak për shkak kriteret. Çfarë kriterësh do të kenë njerëzit që vinë të konkurrojnë tek? Në fakt nuk është vetëm Meritoni, po gjatë këtyre 4 edicioneve në fakt janë dalë shumë fytyra ku sot janë imazhe ndoshta edhe për kompanitë e mëdha të cilat punojnë. Për e marrë parasysh të mesin e 86 shteteve të botës, Miss Universe ka prezentuar Diana Avdeu, që e dim që është një imazh i bukurisë, domethënë, edhe Miss Fotogenia ka qenë në atë kohë. Pastaj është Mirjeta Shala, Artensa Krasniqi, e shumë vajza tjera ku edhe sot ka prezantuese të edicionit lajmeve është Djelza, e në anën tjetër ka shumë fytyra të njohura televizive, po edhe në anën tjetër tek mashkujt, se shpesh i kemi pa, domethënë ka prej top modelit janë edhe këngëtar, ka edhe këngëtar, po më gëzon fakti që shumë vajza dhe djem jetojnë për diasporë ku e kanë gjetë faktin e jetës edhe prej top modelit, po punojnë edhe në përvendet ndryshme, domethënë punës. Esenca e synimit ndoshta kryesor edhe qëllimi jam kryesor gjithmonë ka qenë sa i përket të bukurës, që kam lidh gjithmonë se cili më ka pyet ndonjëherë çka ndodh me top modelin që në fakt ai e fiton apo ajo e fiton si vend para apo vend unë pse një fitues nuk e kam. Gjithmonë jam mundu 5-5 me qenë, 5 finalista djemve, 5 mashkujve, edhe në faktikisht me atat 5 ti ki mujt mi shpërnda kuda. Për shkak se tek ne është një problem shumë i madh o zot, kjo është të mërshme. Më falani, ti bën, unë jam top model, ke qenë dhe vetë. Po më falet këtë normale që e bërë me rëra shu, je përlyer sa në këte. Zot, me vite, kanë kalu vite. E këtë se përqe shumë e me rëra, të me rërë do të qëvoj prapë, të lutem e komentojmë pak. Jo këto, atë me rërë, se kjo është video i gjatë. Atë me rërë që është lavi që të shohim pak, okej, ashtë më tregon pak sa të është dashur që të fillosh të lyesh kra me rërë, ku di unë? 5 sekonda. A, je për kështu? 5 sekonda për shkak se kjo ka qenë foto para... Shkutim ka ajo lavi? është diku para një, nëse nuk gaboj është rafsh 15 vjet i ka. 14-15 i ka, domethënë, para 14-15-ve. Mi parë 15 vjeç kam përshtypjen kjo duke i seksi. Kështu që për kohë ka qenë seksi. Për atë kohë para 15 viteve, kjo ka. Mirë, okay, rëndësishme është që sa më shumë kalon koha, lavi bëhet më seksi dhe kjo është gjë e mirë. Kështu që ne shkëputemi për pak fare publicitet dhe kthehemi sërish në Pop Culture. Mirë shumë, në fakt, duke pasur parasysh që unë dhe Lavi jemi njerëz që na pëlqen shumë të flasim, edhe pse paguhemi për këtë gjë. Nuk mbarojmë asnjëherë të foluri edhe tjetër për neve mund të rrini me orë të tëra në televizor, por ndonjëherë kur je live, s'ke as minutazh, kështu që na duhet që të vizit, për shkëputemi. Po për mua është nësi e madhe që mos që të takoj, dhe falenderoj shumë që vjen në emision. Ç'ke për të thënë? Jo, as shumë shpejt shkoj koha, kështu që unë po të falenderoj ty në anën tjetër, po e falenderoj gjithë ekipin për mikpritjen për gjithçka, për shkak se thonë kur kalon mirë dhe edhe minutat edhe sekondat edhe orë shkojnë shumë shpejt. Kështu që faleminderit ty, është kënaqësi e madhe edhe për mua, për në anën tjetër po shfrytëzoj rastin, mi përshëndet edhe mi falenderu gjithë ata të cilët janë bashkë me ju, bashkë me Top Channelin, edhe në anën tjetër gjithë atyre shqiptarëve kudo që janë, pyetëm që bëni bashkë se jemi një edhe me datën 17 shkurt e janin në Kosovë edhe festojmë 10 vjetorin e shtetit tonë, shtetit të ri. Super. Pas kam 2 rrugë, domethënë. Po. Ti 2 rrugë, edhe më ardhë edhe me festu, kështu që... Edhe po ma ki me rita orën më taku. Qa thua? Do vite, po do këndonte mora vesh. Biles mora vesh rritara do këndonte dhe do këndonte pa lek. Po. Kurse Dua Lipa kishte kërkuar shumë para mora vesh, s'kishte pranuar. Nuk e besoj që kanë kërku para, për shkak se 10 vjetori i Kosovës është, e di që ato janë ngashme dhe sa po japin kontributin e vetë për shtetin
për Kosovën edhe për Shqipërinë pa marrë parasysh kudo që janë, kështu që nuk e besoj që lypin asnjë aparat për me këndu për 10 vjetorin e pavarësisë. Super, kështu që do bëjmë gati kamerat pas kam punë në të ardhmen. Kështu do tim se zbardhës e ky labi është shumë i shpejt pse i njeh këto, nga që ka shumë vite më shumë se unë treg edhe i njeh edhe mi kapshi përpara do dim Kosovë. Faleminderit shumë që ma the. Nëse dia nuk gjithë nga mendja. La faleminderit shumë edhe një herë. Rrofsh, faleminderit. Faleminderit, se besoj që kjo hera me tjera të unë ti marrë në studio. Patjetër. Direkt do vi. E klasin. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.